Në juglindje të Suarekës ndodhet fshati Vraniq, një vendbanim i lashtë i përbër nga shumë lagje. Por lashtësia nuk është gjëja vetme që karakterizon. Me të hyrë në fshat vërehet edhe pastërtia, prapa të cilës qëndron Liri Muça. Unë quhem Liri Muça, unë jam nga Vraniqi, edhe jam mirëmbajtës i fshatit, edhe nga shoqata, i pëncuar nga shoqata Vraniqit. Lirimi tregon se si duket një ditë e zakonshme në punën e tij si mirëmbajtës i fshatit. Një ditë e jemi është se qona në mëngjes, dalë në qendër edhe e caktoj ditët ka të shkoj t'ja filloj punës. I kam rrugët, i kam vorrezat, i kam shetitorët, labidorin edhe të gjitha shkam për këtë mua me mbledh betorina dhe sanone. Përgjegjësitë e tij janë të shumta, nisur nga lapidari që është në qendër të qytetit. Përgjegjësitë e mia janë që me mbërmbajt fshatin, betorinat me mbledhur dhe gjithashtu më shumë të që është do të me mbërmbajt labidarin, vorrezat, shtetitorin janë përgjegjësitë e mia më mbajt sa më mirë. Ai e vlerëson shumë punën dhe fshatin e tij. Gjithashtu jam me bashkëpunime bashkëtarët, me kryesinë e fshatit, kryesinë e shoqatës e me të gjithë jam një sosas me ta në rrjedhje. Unë për fshatin tim s'kam fjalë që përshkruan fjalë të mira për fshatin tim, se qaq shumë që më respektojnë, e më nderojnë, e më ndihmojnë, është çfarë do lloj arsye më gjinën mu pranë. Muça ka edhe një lutje për bashkëfshatarët. Veç ju kisha lutë gjithë bashkëfshatarëve që mos të hudhen betorina vend pa vend, edhe një përshëndetje nga mërgjimtarët, inshallah do të na vinë mirë këtë verë. Fjalët e mira për mirëmbajtësin nuk mungojnë as nga kryetari i fshatit Tahir Kolgeci. Sot vërtet na kanë lakmi, edhe pse kanë bërë tjerë shoqata sen, por na kem në mënyrë më të organizuar mirëmbajtjen e fshatit, shoqata kemi të organizuar më mirë, shkojnë mjetet përmes xhirollogarisë, punëtori paguhet përmes xhirollogarisë, është i kënaqur me pagë, është i kënaqur me sjelljet që ka fjalë meradije nga banorët e fshatit, kështu që është për mrekulli. Vërtet është për mrekulli. Fshati është mirë, mirëmbajt gjithë fshatin. Tu fillu pe shetitorët që do të shkojmë tash me bon, për mimulli është atje. Të shetitorët edhe deri atje në fund. Ja ku është ajo fabrika atje, në atë fabrikën deri atje shkon rrugën te pastrupi. Gjitha rrugia dhe rrugicat e fshatit e pastron, mirëmban varrezat e dëshmorëve, me kositje, me pastrim, me kejt, mirëmban lapidarin, mirëmban janë do varreza kemi edhe të martirëve atje, munimi pa tash. Do të thonë jem shumë të kënaqur me ta. Sunë kishme gjetë me hap një konkurs, në këtë komunë Suarek punëtor më të mirë s'kishme gjetë as ka kërkush as sun ka me bon kërkush punëtor më të mirë se na që kemi. Kryetari i fshatit tregon se Vraniqi ka rreth 2000 banor rezident, ndërsa numri i bashkëvendësve që jetojnë në Mërgim mbetet i lartë. Fshati Vraniq ka parafërsisht 4200-4300 banor, po tham me gjithë gurbetçart. Rezident nuk besoj që jem as 2000. Se s'kem shënime të mirë fjetat, më tërgu se për ditë ka lëvizje dhe nuk muj me majtë numër cakt. Për çdo ditë ka lëvizje, nështë në kush kthehet, po 10 shkojnë, një kthehet ajo. Kolgeci thot se fshati ka një tokë pjellore, e cila mundëson kultivimin në shumë kulturave bujqësore. Ka një sipërfaqe ma shumë bujqësore, po them se në fshat është sipërfaqe bujqësore, konkretisht kultivohet gruri, misri edhe livadhe. Pastaj kemi edhe bjeshk, kemi edhe pyjet private, edhe pasuri shoqëri kemi atë rrugën e patë që shkon të stanët atje, e kemi vërtet një vend mrekullueshëm për zhvillimin e turizmit dhe blegëtarisë. Është shumë e mirë. Teksa eksploron në këtë fshat, është e pamundur të mos ndalesh edhe te Mulliri, 300 vjeçar, të cilin Kolgeci e përmend si karakteristik, ani pse ankohet për mos restaurim të tij. Fshati Vraniq është vërtet fshat mjaft i vjetër, që ekziston një mulli që thuhet është mbi 300 vite, ka që 300 vite ekziston mulliri i ujit, kurs është ndërprer, punon akoma sot e kësaj dite, po mirë është
as një qeveria as e para, as e mbroma, as e komunale, as qendrore kur s'kan ndihmu kur gjë në renovim të atij mulli. Është për gjina, kemë shku me po, është për gjina, vërtet për gjina. Ai thot se fshati është i mbushur edhe me zanatlinj, por fermerët mbesin të pakt. Fshati Vraniç ka zejtarë shumë, zejtarë privat, do të thotë mirën me të gjitha veprimtarit, shka mirën me ndërtim, me fasadim, me keramik, me gjitha këto senet, krejt punë t'i kryjnë fshatit Vraniç. Nuk ka nevojë këta, punojnë edhe shqeta diun edhe jashtë, punojnë jo vetëm në qytet, po punojnë në Prishtinë, në Prizren e Kahmas, punojnë si firma, kështu që janë zejtar privat, po them kështu më shumë, firmat moja kem pak, fermer pak janë, 3-4 fermer këtë janë. Në fshat, kështu pak punojnë, dikush punon tokën, dikush pak ne, dikush kënej, shumica janë gurbet, mjerisht, që po na mungojnë për tit, që si kem këtu. Si çdo fshat tjetër, edhe Vraniçi ka festa dhe tradita që e veçojnë, të cilat datojnë që nga vitet e 68-ta, edhe pse në atë kohë vetëm 10 vjeçar, Kolgeci rikthen ato ditë. Fshati Vraniç karakterizohet me një veprim të veçantë, me festa sidomos. Që nga gjallë të teta, dita flamurit, fshati Vraniç, te Franti kanë thënë atë kohë xhamia tash aty, ka qenë si një lloj shtëpie kulturës, atë thëmë. E është organizu, janë therë blika në atë vend, janë marrë të panët, unë kam qenë dikun 10 vjetë gati, se ka qenë gjallë të teta. Edhe kanë marrë prej aty, të panët, e këtu, 2 fshatër e kemë afër të populan, dvaran, edhe mushtishti të gjitha fshatër që kanë pas sërbë. Edhe kanë dalë ta bashkëtarë tanë, dikun të shkutën të bashkanqitë, të janë mushtishtë, kanë bashkanqitë, në qendrët mushtishtë ku kanë dalë, kanë bashkanqitë bashkëtarët e mushtishtit, kanë dalë të lutë, të këtësy me flamuj kuqëze, a bre kuj shikta, se këna pas që shtu, valla ta që kemë që shtu, se këna pas që shtu këty një ka vëllimt, pse flamonit, ta me flamonit me të pane, kanë dalë me festu me sen, edhe e festojmë fort mirë edhe ditën e pavarësisë, bili një vetë ka qenë mu këtu ku jem para lapidarit poshtë, para fërsisë, për mi mbakin t'ju, është therë një bik, dikun, biki ka pas një nga 300 kg mish, edhe kanë qenë ftum, pa dallim kush, është iniciative gurbetçare, po gjithë na kem investu, kem bashkë financu me ta, ka pak, sa kem pas në si pas mundësive. Ai njeni ka më 500 600 e kem 20 era, 50 era, kupton? Këtë mirë që kanë pas festa, kush do që do me marrë pjesë janë mirë sarën. Edhe për shfrytëzosin, tash e kem një festë shpejti me 2 gusht, kem ditën e gurbetçarëve, festa gurbetçarëve. Vraniçi feston me mërgatën në sofrën tonë. Kolgeci shpreh shqetësim edhe për shpërnguljen e banorëve, duke thënë se mungesa atyre ndihet në fshat. Kjo është një smuj, një kancer i gjithë Kosovës, ama sidomos komunës tonë përgjithësi, po tham, edhe ne prej atyne është fshati Vraniçi vërtet, as gjysma e banorëve si jem rezident. Mbi gjysmën e banorëve kem gurbet. Edhe pse një aspekt ata ekonomikisht ndihmojnë e kontribojnë jo vetëm për fshatin, për familjen, për fshatin, për qytetin, për Kosovën, kontribojnë se tyrat e tyre këtu ndihmojnë Kosovën, ama ne po na mungojnë. Na po kemi çfarë mi pas çdo festë, mi pas tu krejt. E kemi bën përbashkë për këtë, kemi përcaktuar këtë 2 gushtin festë për ta që janë shumica, nuk janë 100%, por një 80% ndërmjetëtarëve mundin me qenë atë festë. Edhe po kënaqemi në atë festë me ta, po tham po na kënaqin shpirtin se bishohemi krejt, po se vërtet është një kënaqësi kur për ne. Sipas banorëve, një tjetër veçanti e Vraniçit është edhe shtegu për ecje, i ndërtuar në një vend me rëndësi të veçantë për fshatarët. Ndërkaq, pas vitit 1999, fshati njihet edhe me emrin Arisht.